Nisë përballja të parët nga mesi i fushës, nisën mysafirët. Pas fitores ndaj Llapit me rezultat 1-0, drita arriti që të siguroj titullin kampion. Ilyas Zylfiu e realizoi golin e fitores në atë përballje pas një goditje dënimi. Sinani. Këtovi prapa dhe njerë tek Ekson Sinani. Këtovi në prapa Djenit Isufi. Njëjtin tërmend të ndëruar shikues kanë filluar edhe ballafaqime tjera si Ferizaj Ballkani, Malisheva Feronikli, Prishtina Gjilani, Suareka Llapi. Duel tepër interesant është ai që do të zhvillohet në mes të Suarekës e Llapit. Shumë i rëndësishëm natyrisht edhe për skuadrën e Dukazhinit. Ku është Basrio me këtë pasim përpara. Arrin topin Ekson Sinani. Të me insistimin e Ismet Munishit du transferua tek Dukazhini, dini më herët ka qenë pjesë edhe e Ballkanit, po ashtu Llapit, e Prishtinës. Cyrus Margono, do t'jerë tepër cilësor. Elton Basrio. Nisët përpara Ilir Syla. Kërkohet Isufi, nuk ka gjasa që të arri topin Faton Neziri. Po më të zikli a Ramadanin. Barku, djelit, hajde djelit. Hajde djelit. Hajde, bravo Enzo, ma speci, bravo, come on. Dil. Hajde mana, bravo, hajde. Manush. Me dy bre. Manaj. Apet. Basrio. Hajde, bravo mana, bravo. Minuta 4 para raste deri tash. Bajn, apu. Pasimi prapa. Këran, më shpejt që. Kapiteni duke qarkulluar topin në këto qaste vendasit. Do të bëj presion atje Ilyas Zylfiu, ish lojtari Dukazhinit. Të topi prapa tek Cyrus Margono. Edhe njerë Basrio. Ok, bravo, Manaj, bravo Enzo, come on, good try. Ja ku është edhe Ismet Munishi.
që një edicion ku vërtet skuadra e tij ka pasur paraqitje shumë të mira, mirë po natyrisht si vjet liga ka qenë shumë e fortë dhe skuadra e Tukagjinit është në pozitë që është. Ka rinë që të mbajë topin e lojë Faton Neziri, apo nuk ishte kaluar fare topi ansorën. E tani ky pasim përpara rasti për dritën, shohim çfarë mundësi e mirë për vendasit. Pret Markono. Minuta e 6, rasti i parë në ndeshje. Idir! Të ishte goditje shumë e bukur, mirë po i vëmendshëm portieri Cyrus Markono arriti që të intervenoj për mrekulli. Besnik Krasniqi bllokohet tentimi i tij për pasuar përpara, mundësia tani për mysafirët. Pasimi për Faton Nezirin, i cili nuk ka arritur që të vazhdojë aksionin. Shojmanja nuk pati këtu offside. Super mundësi ishte kjo. Edhe shojmë në ndërhyrjen e Cyrus Markonos. Jan Smakiqi. Dhe kjo dalje përpara. Janë krosimi krejtësisht i gabuar Meris Maliqi, gaboj. Pati opcione tjera, mirë po. Shkonu që një rast tjetër i mirë për vendasit. Bravo Dabi, okej Melos, play. Löj, bravo. Vi. Tërjerë po shojmë rastin e pak më parshëm. Super mundësi ishte kjo për Meris Maliqin. 0-0 pas 8 minutash. Riveri ansore. Bravo Eli. Pasimi tani për Zylfin. Një Iljaza Zylfi. Sa elegant vendasit arrin që qarkulloj dopin. Edhe një Zylfi, Besnik Krasniqi. Minuta e 10 për baljes. Bravo Merit, okej. Sinani kombinon me partnerin e tij në qendër të mbrojtjes Eldon Basriun. Markono më në krah, pasimi aty ku është Ilir Syla.
Edhe njerë Egzon Sinani. Dia. Pasimi për para i gabuar. Albion Plana e patit pa mundur që të vazhdon të aksionin. 10 minutat e para kaluan në stadiumin e pari sintetik në Gjilan. Drita Dukagjini 0-0. Gjilani ka krijuar avantazh ndaj Prishtinës. Hajde bash, no bash. Edhe bash nis. Oba Denit, oba. E Goran doja, doja. Oba, bravo. Oba. Oba, shkojma. Tjetër pasim për para intervenon Sinani më pas Bastriu. Faton Neziri. Abonatje Djereti Sufi. Pareti që të baj topin e loj. Rikëthën atë fushën e blerë të Besni Krasniqi. Një rast deri tash ai minutës së 6 kur Maliqi pati gjitha mundësi që të realizonte dhe pse goditi bukur për mrekulli intervenoi Cyrus Margono. Sulfi. Shumë ditë lojtar shumë rëndësishëm për Dukagjinin, do ja tani ku është pjesë e dritës. Oba! Hajde Angel, levizja ti, bravo. Daj Goran, oba! Besni Krasniqi. Vjasa Zulfi, mirë mbron topin. I këthen prapa atë për një moment Ilir Mustafa. Pasimi në drejtim të Besni Krasniqit, mirë ndërhyn Faton Neziri. Isufi, që të një Isufi, Ilir është në krah, Faton Neziri nuk pason për të. Isufi hapet loja në krahun e djathtë. Ky kalimi bukur. Gjemajli. Të topi prapa. Egzon Sinani. Vitor Hugo. Kombinime të sakta të mysafirve. Gjemajli, Faton Neziri. Faton Neziri, rasti tani për mysafirët. Blokohet daj tentim. Rasti i parë ku mysafirët shfaqën të rrezikshëm për 10 minuta e 14. Pasimi në drejtim të Maliqit. Do tjetë rivënja nësore. Goran, sëllmone me njerë topin aty që apo këtyrni, me njerë sëllmone që aty topin. Qo manal, Dardan, ajde, qo manal. Faton, Oba, onash. Shkajma spines. Kosa, ajde diri ty. Isufi. Oba. Pasimi prapa, aty ku është Erlis Gjemajli. Elton Bastriu. Edhe njerë Gjemajli. Sinani. Go, support now, come on! Go, David! Hajde, Melo, shit, heads up!
Loj me qartë e vendasve në këto 15 minuta të ndëruar shikues, natyrisht edhe përqindja e posedimit të topit u takon atyre. Hajde, move. Hajde, Kuran. Olis. Hajde, bravo, Ilir, bravo, Melo. Ka rritur deri tash Hekuran Berisha. Jeste parë të kampionatit. Kishte fantastike Hekuran Berisha, shumë ndeshje. Ishte ai përcaktuesi i pikëve për skuadrën. Angel! Dabi! Support Angel, Dabi! Troje, fatëm qilu Kjort! Angel'u da çağır, beraber orada baskı yapın. Çatı Djenil, Ekoran, Nordi, Kaloja! Për shkak të tentim Hem Kaloja! pak rrezik për portën e Hey! Florian Smakiqit. Donald, Wofaton. Stafa shumë i fort ky pasi në drejtim të Sylfiit. Por 10 minuta 17 në të parë Ismet Munishi. Bravo Dio. Haydi. Kaba. Oydir. Maça iyi gidiyor. Oydir, ne sonraki gidiyor. Don Pastrio, mbasin topin mysafirët. Ndërhyrje të parregullt u faulua Albert Dabiqaj. Super Dabiqaj, për të cilin ishte ky një edicion mjaft i mirë. Bravo Angel, move now Angel, hajde levizje. Pas pasi levizje. Bravo Caja, atej mes linjave. Okej, bravo. Krasiqi prapa. Bravo Ilir, bravo Zamor, bravo Çu. Çoğu maçı. Çoğu, evo pak, çatı. Tabii destan. Juj! Tabii, hey! Hadi, bravo Caja. Tani sapo ka filluar të ndëruar shikues edhe El Clasico. Njëra prej ndeshjeve më të rëndësishme të këtij edicioni, njëra prej ndeshjeve më interesante pas një dyshim në Barcelona Real Madrid. Është duke u transmetuar me koment kolegu Albin Lokaj. Jamore, het, jamore. Çatı. Bravo Melos, vet. Për shkak të pasim për Besnik Krasniqin. Hajde, okej, bravo. Të Krasniqi që pati edhe një super sezon në fanelën e dritës. Ashtë vrapim mrapa shtine saj, ke topat kompë i me. Nisi, Manat, Manat! Kritik Zikri Ramadani. Hajde Caja. Bravo Caja.
Ate. Hajde, okej. Qiti Manal, Hajde, mere bashkë topin. Hajde. Qo Manal. Hajde. Jusufi. Pastrio për Faton Nezirin. Karite që mbaj topin e loj Hekuran Berisha, jako është Zenunaj. Për Zenunaj është një sezon mjaft e mirë, sikurse për gjithë skuadrën e Dritës. 20 minutat e para kanë kaluar. Cross Djenit. Cross. Dhe topi tek Pastrio nga Neziri. Gjitha deshjet që janë duke zhvilluar, vetëm një gol i realizuar në përballjen në mes të Prishtinës e Gjilanit. Vjen krosimi e Goran Berisha, tenton me kokë, mirë po. Pas pak punë e vështirë për Florian Smakiqin. Hajde, skapa. Jambo. Hajde Angel. Cyrus Margono. Ko rezultatin të rëndë Suarega Lapi. Një me një në realizuar dy gola të shpejt me Gjaz. Hajde Angel, come on. Go keeper. Pastrio, Vitor Hugo. Hajde, okej, bravo, come on. O Dardan, pejtë që atje që ka për një topin. Marina prapa për Pastrion. Pejtë atje të vjetë topin. Ndroje! Do së doja në krati ku është Faton Neziri. O Faton, me offside, Qërpak! Offside. Dëgjojmë dhe reagimet e Ismet Munishit. Hova! Dardi! Lana! E para! Vet! Kondërire të pa regullt në Albion Planën. Bashpejt! Hajde mana. Go! Ec, Faton, ec! Me të parën! Faton Neziri arrinë që të krosoj, mirë po dobët. Gol! Vitor Hugo ka shkaktuar ndërhyrje të parijueshme. O Gramos! S'pa marrë vesh kush e ka siguru titullin, kush o për eksistencë. Ec më rështon. Trener. Open now. E para!
Brezili në duel për top me Zylfin. Hajde, hajde! Vazhdo, vazhdo! Afrova edhe pak, Faton, afrova edhe pak, afrono, djekën aty skutu. Loj, loj! Dardi, mere! Dhe shenjë korner për mysafirët, minuta 27. Që dhe Sulejmani intervenon për një moment. Hajde, mana, hajde, Angel, come on! Vendoso! Tani. Qilu, Dardi! Qilu! Bravo, Baçe. Edhe njerë! Edhe njerë! Ova, Het, het! Ova, Djenit! Hajde, Dio! Ova! Tjetër të të mysafirëve. Edhe një krosim tjetër. Qati! Darit loja. Po të offside këtu. Hop, hop! Bravo, Bet! Dili, dili! Sulmoje! Sulmoje! Ok, David, good run, bravo, David! Hajde, njerë, bravo, David! Tjetër dali për pare vendasve për një minuta e 29 tani. Dardi! Dardi! Kur sulmojnë ata këtu, pa t'i afror, që afrrin atje, që afrrin atje. Ashtu e bë njerë goditjen e planës dhe pritjen e Hajde, bravo, Shej, bravo, Dorian Smakicit. Fest! Bravo, Mesa! Hajde, Dardi! Portier! Ok, David, good try! Topi përfundon tek Cyrus Margono. Meres! Njem full shkor, Për Meres! vola të realizuar deri tash në gjitha përballet. Prishtina Gjilani 0 me 1, Zuareka Lapi Baras Jemenia. E në dojre tjera akoma nuk ka gola. Meres! Meres! Marshone full! Ko është Albert Dabiqaj. Ma herët vrabimet po! E pas rrasë, qa jam të jekë me juve. Këtë topi prapa. Hop, hop, hop! Hop! Minuta 30. Come on! Vet, qef! Qef! Ilir, dil me atë, Angel, hajde! Angel, qate me lojtar! Qilu! Hajde, bravo, Bet! Hoba! Hop!
Hajde. Sporshi I parë kaloi. Hajde, bravo, 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 bravo. 0-0 vazhdon të jetë rezultati Ilir atë Angel. në stadiumin e parë sintetik në Gjilan. E thamë edhe në fillim të transmetimit që ky duhet të shumë I rëndësishëm për Tukagjinin. Hajde ta, support. Hajde mana, keep the ball, come on, okay, bravo, bravo, bravo. Mana, pasi në shko. Toni. Shkojteni, shko. Hova, hec. Look the ball. Yusufi, Deniz. Hajde, bravo, Ilir, bravo. Ilir, Erton Angel. Pastrio. Hajde, mas. Kthehet topi prapa edhe njerë të kapiteni Pastrio. Albion Plana, shumë I shpejt është. Ndiqet nga Shej, Plana tenton në krosimin, u bllokua pikërisht nga Shej, Dabiçaj. Ofrohet aty edhe Vitor Hugo. Dali mirë nga kjo situatë vendasit. Hajde, okay, keep the ball. Hajde djam, edhe pak, pozicion. Bravo, bravo. Çatu, Mesa, çatu, hajde. çatu, jova. Hajde Meris. Hajde, go. Meris. Daniel, bravo, ma shpinë, okay. Topi do të jetë për Cyrus Margonon. Bravo, Ilir. Ok, bravo Shej, bravo Angel, bravo Mana. Bravo Tata, Miro. Hajde, bravo Mesa, bravo Melos. Rritëm të riolet I lojës në këtë qaste të ndëruar shikues. Hajde, Angel. Vitor Hugo. Hajde, come on, bravo. Kohët në zire me këtë pasjem, topi shkon tek Zylfi. Mbaj. Matjesh, come on, mbaj. Pasimi për Shej në qendër. Angel, levizje. Melos Zenunaj, Mustafa. Tentojnë prapa Ilir Mustafa në zonën e Florian Smakicit. Ok, Shej, bravo. Bravo Melos. Qef vetje, portieri. Bravo, qilu bas. Pa. Hajde, Mana, bravo. Hajde bas, hec. Ilir atë. Nalu lis. Melos. Dikkat et. Ilir arkanda bak. Qilu. Hajde Mana, hajde, bravo. Elton Pastrio. Tani nga tani nuk e hyrë në 10 minutat e fundit të pjesës së parë. Up.
Natyrisht edhe El Clasico kanë ndikuar që sot të ketë aq pak tifoz në këtë përpallje që jemi duke përcjellur së bashku. Faton Neziri në ndërhyrje e Krasniqit, kapitenit të Andas. Ika tje, Kuran, ika tje! Vitor Hugo. Hajde, Angel, come on, come on, come on, come on! Ja, dhe njerë Vitor Hugo e majtë ati e fuqishme. Por paksa nuk rrezikoi seriozisht portën e Florian Smakicit. Vitor Hugo. Rast i mirë për mysaferët. Shohim më njerë. Do të shkojë tek Vitor Hugo, i cili plasoi të majtën. Por pak nuk arriti që të realizoj. Mbetet 0-0. Në gutën vendasit. Bravo, Daniel, okay. Melhor! Hajde, Angel, hajde, reaction now. Come. Hajde, okay, bravo. Është ndalur ka ndërhyrje të parregullt. Kanë të parë Angel Sulejmani. Kështë ndërhyrja e tij. Vitor Hugo hapet loja në krah. Dobi prapa Elis Gjemajli. Hadi, hapet. Angel, lyta shtivi qormin, Angel! Fen dobi prapa aty ku ishte Smakici, kapiteni Krasniqi. Neziri. Bravo, vazhdoj! Vitor Hugo. Gjeran Zore. Do shohim tani mundësin për ekipin Mysafer. Janë goditja, blokohet, provon plana. Minuta 40, tjetër rast për Mysaferët, në cilët janë u shfaqur më kërkues në këto minuta të fundit të pjesës së parë. Zylfi duhet me Bastriun, është voli shkaktuar nga Iljasa Zylfi.
Hajde, hajde, hajde. Hajde, Troje, hajde. Hajde Caja. Caja. Miro, Troje, hajde, lu. Te kje topin një të shkojnë në një maut. Shko direkt në me një. Mas, Caja, mas! Qati, Troje, lidhe. Topi trupit është do gramat. 5 minutat e fundit në pjesën e parë, ndërkohë është duke u verifikuar momenti pak më parshëm. Nuk ka zë. Penalti nga Musaferët. Jo, Angel, qaturre. Angel, ma shpet atej, presion. Hajde Meres! Meres, bo vrabimet, Meres! Raste tjetër. Edhe një tjetër tentim, tjetër ndërhyrje e mbrojtjes. Mustafa më pas largohet rrezikun nga zona e dritës. Mirë Nëziret, Pastreo kombinoi shkurt asi me Gjemailin. Vitor Hugo pasi me krejtësisht i gabuar. Rasti pak më parshëm. Hajde Fatan, hajde Fatan. Hajde, bravo Meres, hajde. Ishte në mundësi të mire Koran Berisha për të realizuar, ndërkohë kemi hyrë në 3 minutat e fundit të kësaj pjesë të parë. Ciljo. Hajde Angel. Tentim për dërguar topin në zonën e vendasve. Faton Neziri. Gjemaili. Hajde, pak. Elton Basrio. Hop, Lona, shpësim rena! Dio! Edhe njerë Gjemaili. Faton Neziri. Tani Vitor Hugo blokohet. Raste për Dukat Gjinën, dëvoj topin në fundore. Faton Neziri me këto goditje. E fuqishme, mirë po jashtë portës Florian Smakicit. Është njëri prej lojtarëve që vrapoi më së shumti në këtë pjesë të parë është Faton Neziri. Meres, bravo! Okej, bravo Meres. Sekondat e fundit të pjesës së parë, mbeti të shihë se sa do të kemi shtesë në këtë 45 minutësh. Hop! Hajde, dim. Hajde. Rikson Sinani. Jumbo. Hajde Angel, qisha, dir. Come on. Hec Faton! Cilju djelit! Hec Faton, hec! Faton Neziri.
Një Faton Neziri, të ndonë që ta plojen për Dienit Jusufin. Hajde lu, Faton, lu, direkt, direkt. Edhe 1 minutë shtesë është dhe në pjesën e parë. Pasrio. Vetëm 3 gola të realizuar në gjitha ndeshjet. Kujtojmë një Prishtina Gjilani 0-1, Suareka Lapi 1-1, gjitha ballafaqime tjera në këto pjesë të para janë pa gola 0-0. Dhe të mbyllët kjo pjesë e parë, vetëm sa të përfundoj kjo aksion Jusufi. Ave loja për planën. 0-1, Suareka Lapi 2-1 e Ferizaj Ballkani 1-1 ka startuar këtu pjesa e dytë. Kami keq për Tukaqinin, sigurisht që është e përsia e Suarekës ndaj Lapit, do t'i kombinonte më shumë një barazim në këtë ballafaqim ekipit që drejtohet nga Ismet Munishi. Hapet loja për Shejin. Pasim krejtësisht i gabuar, do t'jetë riveni ansore presioni Albion Planës. Shej, apërate, Shej! Hajde, bravo mana, hajde. Bravo, Melos! Afroje Hugo, afroje Plana. Darti, hova, afroje Hugo. Hugo. Nga në mësira shumë për para, tani futbolistët vendas. Okej, bravo, Lash. Hajde, njama, çakullo. Oj, që përmon të rrujt në amin gjithë dë. Hajde, bravo, Ilir, hajde, mana. Hajde. Bravo, Ilir, hajde. Sinati për Bastriun. Ky pasim për Ilir Sylen. Plana. Vitor Hugo. Egzon Sinani. E kap topin atje Florian Smakici. Kë pasim kontrolën hapësirën mjaft mirë atje Egzon Sinani.
Do të jetë për vendasit, por edhe minuta e 49. Po shojmë edhe njerë. Bravo e Kurana, afrontash, afront, e para, e para. Hajde Angel, bravo, bravo, bravo. Ja, krosimi i Vitor Hugos. 5 minuta kaluan në këtë pjesë të dytë. Pa asnjë rast akoma si nga njëra poshtë dhe skuadra tjetër. Loj jashtëzakonisht e ngadalt. Fokuse sigurisht që është mesi i fushës, pa dalje të shpejta përpara, pa raste shënimi. Të fokusuara maksimalisht të dyja palët, duke mos lënë hapësira. Nanoj është në lojë, do bëmë sigurë po zëvendësimi. Ja, goditja pret Florian Smakici. Minuta e 52. Shojmë goditjen dhe pritjen e Smakicit. Shumë fat tani vendasit. Sinani humbur topin, pasoi në mënyrë të gabuar Meris Mariqi. Që të organizohen sërish përpara vendasit, cilët kam pasur rastin e vetëm në këtë pjesë të dytë, pak shasë më herët. Krosimi i Hugos, dëbo topin ka zona vendase. Armana e pati të pamundur që kombinate me bashkëlojtarët. Topi përfundon tek portieri Smakici. Qojmë tani Ilir Sylla, arrin që të krosoj. Largoj në zikun për një moment.
Vendasi topi është në zonën e dritës. Kjo goditje pret. Florian Smakici tentoi. Berisha majtë e ti pa përshtatshme, nuk arriti që të plasoj goditje më të fuqishme. Syda Vitor Hugo. Krosimi tjetër topi që shkon në duart e Smakicit. Vitor Hugo. Dueleti me Malicin edhe njerë Vitor Hugo. Në krosime, mundësia tjetër për mësaferët qojnë Berisha. Pret Florian Smakici. Rast ideal për skuadrën nga Klina, mirë po, hekuran Berisha nuk arriti që të mposhtë Florian Smakici, në cili bëri edhe një tjetër ndërhyrje fantastike. Plana, vazhdon aksioni Dukaxhinit, krosimi, kjo goditje me kokë edhe njerë Berisha. Rëshqet atje nuk arriti që të vazhdoj aksionin apo gjej hapësirën për goditje. Tem topi është devijuar. Totomana është në lojë, nuk është bërë asnjë zëvendësim deri tash. Ka mundur letë që topet përfundojnë në rjet pasi u devijua. Krosimi. Dalet loja. Dhe shka që në rregull me sulmuesin qëndror Manajn. Tjetë Vitor Hugo ai që do të krosoj. Janë krosime, grushto topin nga Smakici. Formë të lartë edhe sot Florian Smakici shfrytëzon maksimalisht minutazhin në dhënë nga Zikria Ramadani. Ja krosimi. Festa, come on! Topi sërish në këmbët e mysafirve.
Blana më i shpejt është se sa Manaj. Hajde, bro! Da put. Tjetër aksioni Tukagjinit. Hajde, bravo, Shej, vazhdo, hajde, Manaj. Hop. Shej, ama shtu. Vazhdon aksioni. Opet loja në krahun tjetër. Shojmë. Angel, apo. Ka ndërhyrje të palejueshme. Tentoi i Sufi që depërtoi u ndal nga Krasniqi me shumë përvojë. Të parë Gambo, tremi. Kërkohet zëvendësim, Sufi nuk është në gjendje që të vazhdoj lojën. Numrin e sëni, hajde shtë. Kërkohet nga loja Manaj, imbuluar mirë ishte nga mysafirët Pacolli është në vendin e tij. Edhe Rapuca është në lojë. Apet, dreftan. Shumë pak aksione të rrjedhshme, shumë pak pasime të sakta përpara. Pam edhe zëvendësimin e fundit që e bëri Zikria Ramadani. Janë ndërhyrja. Bravo, Marian, bravo, Merit, bravo. Vrata, kom hit. Unë Bardhoku do t'jetë në lojë.
Edhe Gjata është në fushën e plerë tani. Sufi pra është larguar. Miris, dropin smaki dje. Hajde, come on. Hajde, oba. Ja ky pasim për Gjatan. Edhe Morina është larguar e Brima Gjata e zëvendëson. Pasim në drejtim të zonës. Erion Ramushi në vend Dabiqajt. Njëzet e 5 minutat të fundit. Pasimi për Gjatan. Pati pozit jashtë loje. Kështë në vi me mbrojtjen vendase Gjata. Tërë është autori disa ndërhyrjeve fantastike sot. Smakiqi ka evituar golin e mysafirve. Maliqi ktheje topi prapa aty ku është Sheje. Në pas largojnë rrezikun nga zona e tyre vendasit. Okay, come on. Ku është Gzon Sinani. Së bashku me Basteriun arritën që ta blokojnë mjaft mirë sulmuesin e rrezikshëm Mana. Je tani Krasni që do t'jetë në lojë. Erlis Gjemajli është larguar, është duke munduar që të rifreskoj skuadrën Ismet Munishi. Gjata. Pasimi është i sakt për Vitor Hugo. Mire pranon topin. Ja, pasimi ti në zonë. Gjata e mban përpara skuadrën. Tani rasti për goditje Syla me këto pasim. Vitor Hugo. Goditje ti pret portieri Smakiqi.
Sinani. Raste për ekipin mysafir Pama të goditje katastrofale të Gjatas. Koordinimi dobët e synuesit Gjata. Zgjative mysafirëve të ndëruar shikues mirë, po rezultati vazhdon të jetë 0-0. Gjata për planën goditje ti qëndrore. Pa problem intervenoi Florian Smakici. Kemi në 20 minutat e fundit. Gjata është rëzuar, ka ndërhyrje të parregullta e tij, do të jetë kartoni verdh. Njerë po shohim këtë ndërhyrje në Gjatën. Mundësi e mirë tani për mysafirët që të rrezikojnë nga goditja e lirë. Los Zenuna është ndëshkuar. Ja, goditja pret. Florian Smakici të shohim. Do të jetë penalti të ndëruar shikues. Mirë që ta rishikojmë njerë në gjerim të përsëritur këtë moment. Qëllimisht goditja. Minuta e 73. Disa kënde jemi duke parë momentin. Tornisoni dhe ju vetë ndërruar shikues situatën. Duran Berisha. Goditja ti, Zërëmenia rezultati minuta 74. Tukashini krijon e përsinë shumë dëshiruar. Tani mund të marrë frymë më lirshëm trajneri Ismet Munishi. Minuta 74. Hekuran Berisha realizon nga pika e bardhë. Rizolzime do të bëjë tani Zikria Ramadani.
Hurglica e Gomta. Do t'i kuadron e loj. Lërkuar Elias Gjemali, njëjtë sikur se Ilir Mustafa. Nga dalë jemi duke shkuar drejt 15 minutave të fundit të ballafaqimit me golin e Kuran Berishës në minutën 74 nga penaltia. Dukazhini është në e përsi prej 0-1. Nësar Hurglica është në loj, pra vjen edhe konfirmimi për zëvendësim. Ka mbetur edhe 15 minuta deri në mbyllje. Kujdes, Jambo, kujdes! Tani fokusi i mysafirëve sigurisht që do të jetë në mbrojtje në tentim për truaj këtë e përsi që do të ishte mjaftueshme për shkëputur piket e plota. Ka ndërhyrje të palejueshme. Do të ndalet loja. Plana ka mbetur i shtrirë. Gjamba me vëndë rinjë. A mund në qenë asure. Prit një të këshyru amunët. Amunët, okej atë. Hajde kora. Dërgohet nga loja Berisha, autori i golit të vetëm të cilën e realizoi nga penaltia në minutën e 74. Besiri Segni është në lojë. Qojmë tani provon drita që të shfaqet rrezikshëm në zonën kundërshtare. Mirë po, ndërhyrja është e pastër.
pak momentet rrezikshme patje në këtë pjesë të dytë në zonën e portierit Markono. Lika pozicion, Lika pozicion. Bravo. Nis loja. 10 minuta ka mbetur deri në mbyllje. Dalet loja. Është shumë i kënaqur me 1-3 pikësh nga ky ballafaqim Ismet Munishi. Kemi duke parë penaltin e ekzekutuar nga Hekuran Berisha, që ky gol vazhdon të jetë i vetmi i kësaj përballje. Minuta 84. Take position. Qajmë krosimi ky tem as pak rrezik. Krasniqi është ai që doli përpara.
Sheji. Gjata të re, në mundësit e mirë është Gjata, goditja ati jashtë përfundon. Minuta 85 e përballjes. Let ka mundur këtu që e përsia të jetë 0-2 në favorin e ekipit nga Klina, pra në favorin e Dukagjinit. Kujdes, Plana! Okay, come on. Me njerë këp një që të bre Plan, por unë e pak, o Plan. Hova Plana, atë lejtarin, gat lejtarin, bravo, 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 bravo. Parazikshme skuadra e Dritës në pjesën dytë, një 45 minutësh e kontrolluar mjaft mirë nga ekipi Mysafir, sigurisht që më të motivuar lojtarët e Dukagjinit për shkak të situatës në tabelë. Bravo, 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 Hugo, vazhdo Lika, bravo Plana, bravo Hugo, kujdes, bravo Jata, go Antoman, Jata, go, Lika, go. Pasimi për Sylen, janë ndërhyrja, ka foul shkaktuar. Hajde, Meres! Hajde, Majal, come on, Nuk e shkuar në finish të ballafaqimit të nderuar shikues. Hajde ma fort aty. Okay, hajde. Kujdes. Space. Kujdes! Pa fall, Lika, pa fall. Dili. 2 minutat e fundit. Kujdes, lejtarin. Ik. Shko Plana, e kalon, e kalon, bravo Jata. Bravo djem. Hajde pak faton. Po se po shohim me Mysafir vazhdo mbrojtje gjithë të kthyer prapa. Oba, kujdes. Po ndryrje të pa rregullt. Doktor. Me presion është aty. Ka të rashje dhe tani edhe Vitor Hugo. Hajde Ensan, hajde, come on.
se sa do të kemi shtesë të nderuar shikues. Janë 3 minuta. Bravo Angel! Hajde, Flona, jo! Mos bir, Fatan, mos bir! Bravo, Besir! Faller! Go, Jata, go! Hadi, come on! Go, Jata! Faton! Bravo! Ruje! Up! Gil, Melo, Chicat! Kujdes, Jambo! Kujdes! Bravo, kujdes! Hadi Angel! Jambo! Bravo Angel! Jata! Close! Go, Jata! Go! Bravo, Portier! Hadi, Keep the ball! come on! Do bekthehet tek Cyrus Margono. Dolum! Ja, ku është Ismet Munishi janë duke zhvilluar sekondat e fundit. Ja, 3 pikësh i vlefshëm sigurisht për skuadrën e Tukalgjinit. Ekne pića tije, do base! Doli pića tije, do lo! Ti! Oma, gjo! Oma, školnika me tvore! Hajde, Faton! Bravo! Ukri, bravo! Ej! Ej! Već blokaj topi! Gramoz ukri që tu, ej! Në këtë moment pritet serializimi për përfundimin e përballjes. Sy tani nga gjyqtari kryesor I cili pritet ja fund duelit. Dolim! Lojë mirë. Tukalgjinit luftoi sa për të realizuar dhe të fituar pikët e kësaj përballje.